sekret për një martesë të shëndetshme? Po ka pa tjetër, se nëse nuk ke... 3 këshilla që do t'i jepi ti. Nuk ke ndjeshmëri ndaj tjetrit, mos u lidh me tjetrin thjesht për interes, apo për pamjen e jashtme, apo lidhu për thelbin që ai ka. Interesat që ka, pse jo, sepse është një familje, është edhe lidhje interesash. Pra familja duhet të ketë një bazament shumë të fortë. Flas si 3 këshilla që mund ta bëjë një martesë suksesshme. Një nga këshillat është tolero gjithmonë, fal. Tolero, fal? Fal. Fal edhe kur gabon në rënd njeriu. Nëse ti fal, nuk po fal atë. Po fal veten tënde. Edhe je super, je ti superfuqia, nuk është ai që ti ke falur. Ai është shumë më poshtë se ty. Do ta falje tradhtin? Patjetër. Pse jo? Pse jo, çfarë është tradhtia? Ma shpjego ti tani fjalën tradhti. Pse ti ke një ndjesi për dikë ose si shikojmë çiftet ne. Pse më pe mua ti dal nxjerr pistoletën tjetër të vret? Për ta shoh nuk do ta shijoj një vajzë atje pa ça pastaj. Si mori gjë me vete, ajo me vete i ka plashkat e veta. Po çfarë është kjo? Çfarë është fjala tradhti për ty? Sepse ne tradhtinë e lidhim shpeshherë edhe me dhunën. Me refuzim. Edhe me refuzim. Edhe me refuzim apo me. Edhe me refuzim, jo vetëm me dhunën. Edhe me dhunën. Më thënë, ti përgjigjesh me të njëjtën mënyrë. Ne krahasojmë shumë. Krahasojmë, këto janë. E ke kapur ndonjëherë Balinin duke tradhtuar? Jo, nuk e them. Nuk e them. Po, duket sikur nëpër librat e tij mund të ketë momente tradhtie, po s'është, se ai shkrimtar është i lirë të zgjedhë. Po mirë, shkrimtari... Ato janë si quhet, janë trille. Ke padur një ëndër ti Meri që se realizove dot? Ëndër që se realizova. Si që them? Përgjithsisht unë kam jetuar. Ke realizuar që të gjitha? Paka shumë, mendoj se... Tani, më thuaj pak, kur e hape faqen tënde ti të rrjeteve sociale? Facebookun, Instagramin, që fillove të publikoje? E kam hapur në 2008-ën, isha në Zvicër. Po? Kush ka qenë video më virale e jotja? Video më virale, ka qenë aty te ura poshtë, binte shi dhe lumi kishte ardhur deri këtu. Po? Edhe ato dritat që binin, si ishte në darkë. Video ishte 21 sekondshme, unë çfarë bëra? Futa një huk. Edhe huku ishte ky. Njerëz, e shikoni lumin që po vjen? Kalon 500 milion, e futa kot. Kur nuk e di unë ligjin e Bernulit. 500 milion metër kub në sekond. Ato, qa është kjo që shkruan këto? E hodha grepin, mirë po. Pra i gënjeve kastile që të merje ndjekës dhe audiencë. Hodha, bëra një provë, njeriu është tamam, Balini ka përkthyer si Orani, sprova admirimesh. Dhe sa shkoi ajo video? Dhe ajo video, pastaj e shkruajta atje me shkrim, e shkruajta tamam se sa e ka ky prurjen, se kam shumë se 500 metra kubësh maksimumi në sekond. Edhe e bëra si problem. Pa të bëjmë një problem, tash, po duar shikoj kur ta kesh mundësinë. Edhe shkruajta shifrat e sakta, edhe musulën. Ajo video për 24 orë vajti gati 1 milion views, shikime. Kurse një video tjetër, aty jam skandalizuar dhe më ka pëlqyer që një pjesë më kanë sharë. Hipa sipër tek ku janë ata turistat e shikon? Po. Dhe mora një gur të voçkël kaq, edhe i bëra efekt. Unë jam e paparë në IT. Nuk e kam burri, është e vërtet. E mora këtë gurin afër kamerës, pa me shpejtësi, dhe shpejtësia është relative, në syrin e publikut, a ju duk si ushtë një gur kaq i madh. E unë e mora kështu dhe i dash dhe efekt zanor. Thash, ky guri është 2,5 kg dhe unë po e hedh që këtu. Më gjeni se sa është energjia potenciale që zotron ky gur me mas kaq kilogram, 2,5 kg, nga lartësi 186 metra që është kalaja, kur të muturrë njerëzit. O zota, më jetë çmendur, qa po ben, prishe e kalan, prishe e këtë, a ishte thjesht një gur i vogël, që unë pash shumë mirë, se unë jam udhëtari përhershëm kësaj rruge. Vetëm unë dhe turistët lëvizin këtu dhe pak në një qytetari rrallë, Beratës që ngjitet lart. Edhe e pash e vëzhgova mirë dhe pash e ra guri mu këtu te shkurret aty. Po të them, alarmi deri në polici çfarë po bëhet? Deri në polici? Të mori policia? Njerëzit janë të çmendur më fort. Ore i thash ti shikon që është një eksperiment dhe është merre me si quhet moshën quhet?
se di mirë anglisht. Me slow motion. Slow motion, e merri ta shikoj se sa është njëri është sa dora ime, sa mban dora ime e thash. Sa centimetra ka mund dorën? 10 kështu dhe 6 kështu, 60 centimetra, kaq ishte guri thash. Ai gur do rrëzoj shtëpit, do rrëzoj çatit, jeni Terezia apo jo i thash. Çfarë eksperimenti do bëjmë ne bashkë? Unë kam lënë atë mjetet aty tek makina. Do ta marrim? Do vemi ta marrim. Eksperiment, është kryer nga një ish nxënës im dhe nuk është eksperiment, por është histori. Pse është histori? Sepse ky është bërë në vitin 2020. Po. Fiks 2020-ën, në 6 vjet më brapa dhe kjo bateria çudis. Si ka mbaruar? Dhe unë tani provoja. Do na dështoj eksperimentin. Jo. Është një makinë lodër, e futur brenda një bidoni, e ka prerë këtu dhe i ka vënë tek këto dy rroxat, i ka vënë dy mashat vogla, si tip helikash, edhe e vendosim këtu në ujë, dhe kjo në kohë mund të lëvizim dhe në tokë, po si ta lëvizim në ujë. E vendosim këtu, marrim këtë marshin, i japim para. Wow. Po ças bavitje ka fëmija. Po shko pak mbrapa? Ja dhe qik mbrapa. Imagjino ka 6 vjet kjo bateria, po e lë kështu të lirë vetë. Të eci. Jo, s'ka gjë, lare. Provoj me tjetrën? Me tjetrën? Me tjetrën, ja. Wow. Të na krijojnë qik rrethin fjone këtu. Të bëjmë një pit stop, si ko. Që nga 2020-a që ka bërë studenti jote. Nuk më kujtohet emri atij fëmijës. Po edhe djalin që na priti këtu e kishte nxënës. Edhe maman e tij, do flasim tani, ore kush je ti thashë. Jam çuni zënës tha. Çuni zënës je ti i thash, po pse s'më ke thënë në shkollë kur ishe ti? Çuni zënës. Po mama thua tani, punon në bashkiçur. Çfarë na tregon ky eksperimenti? Ky eksperiment ka të bëjë me ligjin Arkimedit. Po. Ku s'ka problem, tani mas qero pak, Tani filloj. Ligji Arkimedit është, ta fikim dhe këtë, mos i bie, unë do t'ja ndroj, sa vete në shtëpi, jo, po pse dhe unë është historik, të ve 6 vjet bateria, po lë këtu. Dhe kjo na tregon? Kjo tregon zbatimin e ligjit Arkimedit, ku forca Arkimedit është forca që vepron nga poshtë lart dhe vepron mbi të gjithë trupat e zhytur në të. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.